të cili kur i zbriti shpallja, u ngjit mbi kodrën e Safas dhe i thiri të gjithë fiset e Mekës dhe ju tha: "Ulu la ilaha illa Allah tuflihu." Dëshmoni, besojeni, thojeni të fjalë këmbëveshore. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut në mënyrë që t'i shpëtoni dënimin e Allahut. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Përkujto. Në dietarët, përkujtimi ka nevojë për këshill të herë pas herë, të një pas njëshme, të vazhdueshme. Jo vetëm i thu dikujt ti, vllajt, motrës, babit, ose shokut që e ke. E azej herë muhabet, kështu kalimti duhet më falë. Ka thonë Allahu kështu, ka thonë pejgamberi kështu. Edhe ai nuk është moreks të mirë, nuk është në një situatë të mirë, edhe nuk ka dëshirë të dëgjoje. Edhe ti ka shëmbyll, janë ngritë argumentin thua ti. Ai s'don. Ai ke folë, i ka folë, po s'merr vesh. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhaxhait i në momentet kur ishte duke në agoninë e vdekjes, vazhdonte duke e përkujtu: "Ya ammi, qul la ilaha illa Allah, kalimatan uhajju biha 'inda Allah." Thuaj la ilaha illa Allah, besoje këtë fjalë madhështore, të paktën tani, sa nuk është hapur perdhja e gjërave të fshehta, e botës së përtejme, sa nuk është hapur perdhja që të shohësh shpirtin tat duke dalë nga trupi. Mirë po në atë moment nuk pranohet më pendimi. Për ne quhet besim, sepse beson në ato që ka thonë Allahu pa i parë. Më i parë, çdo kush beson. Për ne pejgamberi në momentet e fundit. Për ne thuhet dhikra, përkujtim herë pas here, përkujto babën tënd. A ke dëshirë ti që baba jot të vdesi pa namaz, të vdesi pa besu botën tjetër, të vdesi pa besu xhenetin dhe xhehenemin, të vdesi pa marrë vesh sepse ka kiamet dhe ka botë tjetër dhe ka ringjallje dhe ka llogari? Jo. Përkujtoje nonën tënde. Në mënyrë që ti jetë në xhenet. Përkujtoje fëmijën tënd. Në mënyrë që të bashkohesh ti familje në xhenet. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Përkujto o musliman. Ec me modelin e pejgamberëve, të cilët përkujtonin, i urdhëronin njerëzit të adhurojnë Allahun dhul xhelal dhe të largohen nga idhujtaria, largohen nga bestytnit. Me hyme i numru të shtëpi të Pasqyçanit, në 100 shtëpi, një 80 shtëpi ke me patkojnë hyrje të shtëpisë, e me hudhra, e me dordoleca. Kjo është për çesht, po njëri të nuk është për çesht, se kjo është bestytni. Ai e vën patkojnë aty që të mbrojë nga syri i keq, që të mbrojë nga smirxhit dhe nga xhindët. Dhe kjo është bestytni. Kjo bjen ndesh me fenë Allahut. Kush është ai që të mbron? Të mbron fjala e Allahut, të mbron namazi, të mbron leximi i Kuranit, të mbron fetaria, nuk të mbron patkuja apo hudhra. Kjo është gabim, është problem i madh, po duhet të flasësh njerëzve, se s'kuptoj njerëzit. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma ballaghaha." Thot janë ndriçoft fytyrën Zoti atij njeriu i cili e dëgjon një hadith apo dëgjon një ajet kuranor, pasi e kupton, ja u transmeton atë të tjerëve. Ka bo dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të ndriçoft Allahu nëse e bën këtë gjë. Nëse ju flet njerëz për fenë Allahut, nëse ju flet njerëz që ta kryejnë urdhrin e të Madhit Zot, të drejtën e Allahut, largohen nga idhujtaria, largohen nga fallxorët, nga magjistarët, nga besimet e kota. Ti nënshtrohen Allahut, ti luten Allahut, mbështeten vetëm tek Allahu, ta duan Allahun më shumë se gjithçka, të duan ata që i don Allahu. Allahu na bëf për tyre.